Rruga e cila të shpijet e parku i Gërmis ishte pothuajse e bllokuar nga veturat dhe nga qytetarët që ja kishin mësyrë në këmbë Gërmis, ku edhe do të mbajë live koncerti shumë pritur i këngëtares Dua Lipa. Siguria ishte më madhe se asnjëherë më parë, për të cilën u përkujdesen policia e Kosovës, por edhe rreth 150 veta nga kompania sigurimit e kontraktuar nga organizatorët. Mbrëmja filloi me DJ Gamble, për të vazhduar më pas me Lyrical Sun dhe me MC Creation, të cilët me performancën e tyre të mrekullueshme arritën ta mbajnë të ndezur publikun me hit këngët e tyre. Ora 22:30 dhe në skenë ngjitet ylli për të cilin ishin mbledhur të gjithë, Dua Lipa. Po du mas parim ju falënderoj të gjithëve që keni ardhur sonte. Duke cekur që është krenare që është shqiptare, Dua Lipa po ashtu e emocionuar u shpes se akoma nuk po u beson të syve atë çfarë po shifte. Që kjo moment bën shumë krenare që jam shqiptare. Performanca e saj, e cila po shoqëroi live nga bendi i saj, arriti ta elektrizoi publikun, të cilët kohë pas kohe i bashkoheshin në këndim. Përveç këngëve të saj hit, Dua, ekskluzivisht për publikun kosovar, performoi edhe këngë të papublikuara të albumit të saj të ri, i cili do të publikohet në fillim të vitit 2017. Pjesa më emocionuese ishte kur ajo filloi të këndoj këngën Beson e Diell, këngë kjo e ro grupit legjendar Oda, vokalistit të cilit ishte babai i Duas, Dugaxhin Lipa. Pas pak qastësh, Dua fton Dugi në skenë, ku babe bi emocionojnë publikun me këtë performancë. Koncerti përfundoi pak para mesnate, ndërsa këngëtarja Dua Lipa premtoi publikun se do të ishte aty për ta përsërinë të ardhmen.